Pasuria e presidentes kalon mbi 1 milion euro, ajo pas ka shtëpi edhe në Australi. Agjensioni për parandalimin e korrupsionit ka publikuar deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lashtë shtetëror e një çdo të tillë ka bërë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në bazë të formularit të deklarimit të pasurisë, pasuria e presidentes së shtetit e ka kaluar vlerën prej 1 milion eurosh. Si pasuri të paluajtshme, ajo ka deklaruar banesë 67 metra katror me vlerë 59.760 euro, garazh kolektive 14 metra katror me vlerë 6.000 euro, shtëpi në Australi 150 metra katror me vlerë 170.000 euro, tokë 5.10 ari me vlerë 35.000 euro, banim 244 metra katror me vlerë 208.000 euro, si dhe një banim tjetër në Australi 218 metra katror me vlerë 510.000 euro. Si pasuri të luajtshme, ajo ka deklaruar një vetur të përbashkët me bashkëshortin e saj, një vetur të tipit Mercedes që e ka vlerën 10.000 euro, kurse si para të gatshme e para e shtetit i ka deklaruar 2.500 euro. Mëtej, në formularin e pasurisë, Osmani ka deklaruar edhe të ardhurat e saj vjetore si presidente e Republikës së Kosovës. Sipas agjencionit për parandalimin e korrupsionit, tashmë shumica e zyrtarëve të lashtë shtetëror veçse kanë kryer obligimin e tyre ligjor për deklarimin e pasurisë së tyre.